hijreti fillimisht kjo si ngjarje është e përshkruar edhe në librat e mëhershme. Do të thotë është përmendur edhe në librat e mëhershme atje ku është folur për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, dhe është përgëzuar njerëzimi për ardhmën e tij, është përmendur edhe kjo ngjarje. Dhe kjo më kuptoi sa është e rëndësishme. Në kuadër të ngjarjeve të shumta që kanë ndodhur në jetën e tij, është përzier në librat e hershme të shenjta, sikur është Tevrati dhe Injili, në ato libra të përmendur edhe shpërngulja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe dëshmitar për këtë është vetë Salman el-Farisiu, radiallahu ta'ala anhu, i cili ishte një persian, bir i një udhëheci të njohur të Persisë, pasonik, pasanik gjithsesi, por edhe me autoritet dhe me ndikim, por i pakënaqur me gjendjen e tij dhe i pakënaqur me bindjet e tij. Atje adhurohej zjarri, ata ishin adhurues të zjarrit zjarrpotist, dhe ai nuk bindej këtij adhurimi. Disi nuk kënaqej me këtë. Dhe është tregimi i tij gjatë, është mirë që ndonjëherë të trajtojmë për shkak se ka dobi të shumta, por ai mori një udhtim të shenjtë për ta kërkuar të vërtetën. Dhe në kërkimin e të vërtetës, ai takohej me priftrin të ndryshëm, klerik, udhëheq fetar të ndryshëm, që të ata të mësonte se ku është ai kërkonte për të vërtetën. Dhe kur për shembull plakej apo smurej, smundje të vdekjes personi që ky shërbente në emër të përfitimit dhe kërkimit të së vërtetës, i thonte pastaj ku të shkoj unë? Kush ka mbet që taj të shkojnë të kërkojnë të vërtetën? Dhe zakonisht do thotë ja preferonte ky dikë tjetër. Derisa në situatë që i tha nuk di që ka mbet dikush që mund të preferoj. Por thotë ka ardhur koha e lajmëtarit, e dërgimit të një pejgamberi. Qase ata e gjenin libra, sikurse edhe Allahu xhelalu thotë, e gjenin të shkruan në librat e tyre. Për gëzim për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Andaj i tha nuk di tashmë ku të shkosh, por kad adhallaka zamanu nabi. Të ka goditur, të ka arritur koha e një të dërguari. Dhe ai do të dalë me një vend, aty do të shpërngulet. U përmend Medina i Yathribi se do të shpërngulet si pasojë e presionit që ja bën populli i tij. Dhe hijreti është ngjarje shumë e rëndësishme, përmend në librat e mëhershme. Dhe hijreti në anën tjetër nuk është vetëm i kufizuar në këtë ngjarje, do të thotë i kufizuar vetëm në shpërnguljen e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nga Mekka e Medinë. Është vërtet se kjo është ngjarja më e madhore, është manifestimi më i madh i hijretit i bërë ndonjëherë, nga sa është i rëndësishëm shpëtimi i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe i misionit të tij. Por hijreti nuk është vetëm shpërngulje fizike, por është edhe shpërngulje dhe braktisje e njeriu që ja bën mëkatit për të bartur tek nënshtrimi i Allahut. Braktisja e shoqërisë së keqe për të bartur në shoqërinë e mirë. Braktisja e punës së keqe për të bartur pastaj dhe shpërngulur tek puna e mirë. Të gjitha këto forma janë forma të pranuara në kuptimin e fjalës hijret.